asnjë shkëputje të zinxhirit të funksionimit të organeve kushtetuese në Kosovë, po që se në ditën e përfundimit të zonjës presidente Osmani, vendi nuk do ta kishte një president tjetër. Atëherë do të hynim në fazën e afatit 60 vitor, siç e parasheh neni 82 paragrafi i 3 i Kushtetutës. Krejt në fund zoti Gabashi, si e cilësoni ju një deklarim të deputetit të vetëvendosjes Adnan Rustemi që ju lot ambasadorëve që të mos e shkatrojnë gjykatën kushtetuese me takime e ndërhyrje me vizita, siç ka thënë Rustemi. A është sulm ndaj gjykatës apo çfarë është ndaj ambasadorëve? Gjykata kushtetuese është një ndër organet më bazike, më themelore të shtetit dhe daton që nga viti 1920, pra ekzistimi i gjykatës kushtetuese përmes idejimit të Hans Kelsenit në Austri, që atëherë është zhvilluar debati se kush duhet të jetë mbrojtës ose gardiani i kushtetutës, gjykata kushtetuese apo kreu i shtetit. Carl Schmitt me një anë pohonte që kreu i shtetit është gardiani i kushtetutës, ndërsa Hans Kelzeni avokonte që duhet ekzistojë një organ i posaçëm kushtetues që më vonë merr edhe emrin gjykata kushtetuese dhe e mbron kushtetutshmërinë. Pse e bëra këtë hyrje për t'ju përgjigjur pyetjes suaj? Historia ka dëshmuar që qasja e Kelzenit ka ngadhnyer, pra veçanërisht pas luftës së dytë botërore, me valjen e dytë të formimit të gjykatave kushtetuese dhe pastaj me vitet 90 me valjen e tretë, shohim që gardian i kushtetutës dhe kushtetutshmërisë së një vendi është ky organ i posaçëm që quhet gjykatë kushtetuese. Prandaj, jo vetëm ambasadorët, po asnjë aktor tjetër i politikës vendore nuk duhet të përzihet në punët e gjykatës. Tani vizitat a kanë kuptim të ndërhyrjes në punët e gjykatës, atë nuk mund ta paragjykoj unë sepse flitet brenda gjykatës në mes të mysafirëve dhe zyrtarëve të gjykatës, mirë po secili person, secili zyrtar shtetëror, qoftë vendor, qoftë i huaj, duhet të përmbahet nga çfarë iniciative që mund t'i hapë rrugë, madje dyshimeve dhe spekulimeve se mund të ketë ndërhyrje të gjykatës. Unë besoj që gjykata kushtetuese ka ekspertizën e vet të duhur, ka profesionist brenda saj dhe nuk bie në ndikim të personave të tretë, se funda kjo nuk është çështje politike, por është çështje kushtetuese dhe juridike. Dhe ne si shoqëri, përderisa nuk e konceptojmë në këtë mënyrë, ne do të vazhdojmë që kushtetutën ta shohim vetëm si një dekor normativ dhe si një aparat apo mekanizëm për ta sulmuar dhe bllokuar njëri tjetrin, gjë që bie në kundërshtim me vetë idenë e kushtetutës. Zoti Gabashi, falenderoj shumë për inkuadrimin e drejtë për drejtë.